njëri kur e ka për imam e bën një punë, çka bën? Kaq. Dhe përgjigjen, për velu mirë, qasë që punës. Namazë me selemetik, me vakt me falë. Mënou nëse i e për aty në që fa namazin shpejt, gutëve sa me kry, nga dalë se e pak. Për ja, ka dalë. Sëneteve përmbajo. Atë sa mundësh. Në veçanti tash pas gati dita, por është natë e gjatë. Mos e le pa fal namaz natë. Qofte kur bish me fjet. Para se me fjet, vetri linë fund. Mundohu një faqe, 2 faqe, 3 faqe, 5 faqe, varë sa ke takate, mundësi edhe ku, Koran me ndëgju, ose me lezu. Dhikrën e sabahut, dhikrën e akshamit, në maksimum mundohu mas me lanë. Medito, mendo, në vetën tonë, ndek, mallnin e Zotit. Dhe qka të qësh për para? Vdekin me kujtua robi për çdo ditë. Për çdo ditë. Pa kaje, ne jenë me njerë që ta humbin kohën këtë e këtë. Nëse është motër, me motra, nëse është vlla, me vllaznit të cilët ta humbin kohën. Shoqënia e keqe të shkatërron. Shkatërron për dynja dhe shkatërron për ahiret. Dhe shkatërron dynja nuk e gale fort. E që në kuptat, në falimentu robin këtë dynja, shkak i shoqënisë keqe name nuk bëhet. Por me bo me falimentu në ahiret, nuk ka këthim rapa. Bëdën më ngrit. Nuk ke kohën për dalë që me bredhe rrugëve poshtë të nalti ku ta diu nëse më marë me senet kota. Do të ngritna. Shmendej, e këti vitin e kaluar, të zamë Ramazan, vesa shkaj. Gjatë Ramazanit, vitit kaluar, den Ramazan të zamë. Qa këmë bo? Rutunit të rëndëmt. Po mi këtë Ramazan, pe këti Ramazan duhet ndryshoj. Atje, ata që kanë parëna të mira, apo mesatar, me ka pak sadaka. Me bo shprehi. Po qofte njerë me dha një aftë. Veçanti ditën e gjumas. Kështu që me ngu derse, ligjërata me ngu derse, e me meditu ato. Sepse, nuk po dhëmë 100%, por shumica atyre, bazën kanë Koran dhe në Sunet, jenë zbërthim, koment, i fjallet Allahut, i fjallet pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam. Më mundu më ngrit me ngu derset e cilat janë shkencore. Më avancu. Të avancu shkencë, avancosh dhe një iman. Ratë Allah ka thonë, Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Frikën Allahut më së shumti e kanë ulemat. Të avancu në feje, të ngrinë shkencë, të kuptu madhështinë të madhe të Allah. Dhe kështu me radhë, ka llablak elemente, ka llablak faktor, ka llablak hapa, të cilët robi dohet me ndjek për më ngritë. Dhe subhanallah, insani ndjen vetën e vetë, ndjen vetën e vetë se është më mirë se sa që ka qenë, apo është më keq se sa që ka qenë. Dhe të kërkon ndihmë dhe për tjerëve. Nëse vetë është nefsin e ka të dopt, shejtani ka të fortë. Për shembull ka problem dhe kështu në sabah, kërkon ndihmë për vllaut, për motrës, për shokut, për shutës, për babës, për nanës, për thonë mos për ta. Sadak, të rëmë sabah. Dhe më spanal deri të qona, edhe me thonë po qova.
Me rëpë kur të ka ishë në dërës dikon, kërkon dim për i tjerëve. Ose këta shë për me anë ki motra punën e omrës. Sa të forcon umrja, sa të ngrit imanin. Me 1.200-300 sa bëhet me shku në varë për agjensive, që të shumë parash, se cila familje, minimumi besoj, e hargjën verës në për harame. Për harame shumica ty një krejt. Ndërsa ti me shku me knat shpirtin, vendin e shajt. E mira Allahut në sejgjde aty ku i ka ra pejgamberi Zotit. E me pa me preka qabe, me pa me sytë të tu, që ka ndërtu Ibrahimi a.s. La ilaha illallah, para rrëth 4500 viteve. E qatë vend, e Ademit a.s. të gjithë pejgamberët e Zotit kanë shkel. E me shkut ti, pejka tonit tanë, pjelloqit tanë, e therrave tua. Ta mundësu Zotë më që më shkon atë vend atje. Thonë o Zotë jam, unë nuk e ka mërëtu këtë mirë, që ti më bane mu dhe më sjellë këtë vend. Por unë du ty. E nashta dashnia më dajteje më fruni këtu. E ti shumë ka odhëzu, ti shumë ka drejtu. Ti shumë mundëso marë këtë vend, Zotë jam, në ngritë më lartë. Bënëm për atyne që dojnë ty. Ma shumë se çdo kënd. Dhe dojnë ata që dojnë ty. Dhe dojnë punën e harit që ma afron të ti. Kjo shumë e rëndësi. Me dashtë Allahun. Me dashtë atë që e dënë Allahu. Me dashtë atë që e dënë Allahun. Me dashtë punën që të afron të Allahu. Me urrejt punën që largon pe Allahut. Me rrejt. Dhe të me rrejt punën e keqe. Sepse urrejnë Allahu. Sepse të largon pe Allah. Për ata ne muslimant, alkoholin, mishin e derrit, tas të ngordhura, sene që ka bëjë Zoti haram, ne me në dhonë miliona pare, ne nuk e bojna. Nga se dashni që kena për hatër të Zotit, nuk e matu me kur që. E urrejmë një sen që e urrejnë Allahu, anë pëse Zotit ka kriju. Të barek e vëtale. Allah në përsoft imanin, ja Rabbi.